أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ثم ما بعد Allahun e falenderojmë vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut do të mundohemi të flasim diçka në lidhje me betejën e Bedrit dhe betejën e Uhudit, duke u fokusuar në mësimet dhe porositë që dalin nga këto dy ngjarje. Fillimisht do të flasim për betejën e Bedrit dhe fitoren e muslimanëve në këtë betejë, mirë po neve nuk na interesojnë detajet, por na interesojnë mësimet dhe mesazhet të cilat dalin nga këto dy ngjarje. Kjo betejë e Bedrit ka ndodhur në vitin e dytë të hijretit, në vitin e dytë të shpërnguljes së muslimanëve në Medinë. Më saktësisht, kjo betejë ka ndodhur më 17 Ramazan të vitit të dytë të kalendarit islam. Kur muslimanët u shpërngulën në Medinë, ata në Mekë e kishin lënë pasuritë, shtëpitë dhe gjithë kapitalin e tyre. Kur morën vesh se Ebu Sufjani ishte nisur për në Sham me mallin e tyre që ta shes e të bëj tregti, muslimanët vendosën të dalin e të i presin në rrugën karavanit të mushrikëve, kështu ndoshta do t'i kthenin disa prej pasurive të tyre. Shpionazha ka ekzistuar atëherë edhe sot, sigurisht se që ekziston. Ebu Sufjani, që ishte një nga kryetarët prisit e Mekës, merr vesh se muslimanët duan të ndërmarrin një lëvizje kundër karavanit. Kështu ai dërgon lajm në Mekë se muslimanët duan të sulmojnë karavanin e tregtisë dhe ndron rrugën e karavanit. Muslimanët kishin dalur me qëllim që të kthenin një pjesë të pasurive të tyre, të cilat ishin në atë karavan dhe shkonin për në Sham, për në Damask, për të bërë tregti. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët nuk kishin dalur që të luftonin, por të merrnin pasuritë e tyre dhe jo të zhvillonin luftë, duke marrë parasysh se numri atyre që e ruanin karavanin ishin vetëm 34 vetë, ishin 34 persona, derisa muslimanët ishin mbi 300 persona, mbi 300 vetë, dhe kur do të takoheshin ata 34 vetë, natyrisht se ose do të dorëzoheshin, ose do të rezistojnë dhe do të shkaktojnë ndonjë përleshje e vogël pa kaluar në betejë. Mirë po kur lajmi arriti në Mekë, mekasit mushrik u përgatitën dhe u nisën në drejtim të Medinës që të ballafaqoheshin me muslimanët. Dhe kështu nga Mekja për të luftuar me muslimanët u nisën afër 1000 vetë, ushtria përgatitur me kuaj, deve, armatim dhe me gjithë potencialin që kishte. Përballë kësaj situate, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duheshte të konsultohej me sahabët, shokët e tij. Muhaxhirët, ata të cilët ishin shpërngulur nga Mekja për në Medinë, ishin pro luftës dhe mbështetnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të dalin dhe të ballafaqohen me mushrikët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar edhe mendimin e ensarëve, mendimin e medinasve. Kur Saad ibn Muadhi foli dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se jemi me ty dhe do të luftojmë pranë teje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzua dhe tha se jam duke e parë shkatrimin e tyre, shkatrimin e mushrikëve. Allahu kishte dashur që kjo betejë të zhvillohet në luginën
e Bedrit. Muslimanët u vendosën në një pozicion jo të volitshëm, jo të mirë për luftë. Një sahabi me emrin Habab ibn Mundhir e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, pozicionimin në këtë vend, a e ke me urdhër të Allahut apo e ke nga përvoja dhe taktika jote ushtarake?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Jo, e kam nga taktika dhe nga strategjia, pra nuk e kam urdhër nga ana e Allahut." Habab ibn Mundhir i tha: "Ndoshta do të ishte më mirë që të pozicionohemi te puset e Bedrit, te burimet e Bedrit, disa t'i mbajmë për vete, ndërsa të tjerat t'i mbulojmë, kështu gjatë luftës ne do të kemi ujë dhe mushrikët nuk do të kenë ujë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranoi propozimin e Habab ibn Mundhirit dhe ushtria muslimane prej 300 e disa vetëve u vendos në atë pozicion. Betejë filloi dhe gjërat kanë shkuar në të mirë të muslimanëve. Allahu i ka ndihmuar muslimanët në këtë betejë, sigurisht se ka thënë në Kur'an, me 3000 melek, me 3000 melaçe dhe fitoria i ka taku muslimanëve. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhilla, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dhe kur u ndihmoi Allahu juve në Bedër, derisa ju ishit pak në numër, keni frikë Allahun në mënyrë që t'jeni falëndërues. Allahu në këtë betejë kishte ndihmuar muslimanët edhe në disa forma tjera. Para betejës u kishte lëshuar një shi i cili ishte qetësues dhe gjithë muslimanët i kishte kap kotja dhe kishin pushuar në mënyrë të sigurt. Po ashtu kishte futur Allahu frikën në armiqtë e muslimanëve dhe gati se shumica prej tyre, ndoshta edhe gjithë kishin frikë ballafaqimimin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ushtrinë e tij. Në këtë betejë ron dëshmor nga rrohet e muslimanëve 14 vetë, derisa nga mushrikët u vran 70, në mesin e tyre edhe disa emra që kanë pas nam në atë kohë, si Ebu Xehli, Umej ibn Halefi e të tjerë, të cilët ishin nga armiqtë më të mëdhenj të Islamit. Dhe 70 të tjerë u zon robë. Neve na intereson, siç thamë në fillim, ajo se çka mësojmë ne nga kjo betejë dhe nga betejë e Uhudit. Nga kjo betejë ne mësojmë se kur të vendosesh për diçka, duhesh të mbështetesh Allahut të lartmadhëruar. Dhe këtë e kanë bë muslimanët bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sigurisht sepse na ka porositur Allahu në Kur'an dhe ka thënë: "Wa idha azamta fatawakkal 'ala Allah", dhe kur të vendosesh për ndonjë çështje, mbështetju Allahut të lartmadhëruar. E dyta, informacioni është i rëndësishëm në luftë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte interesuar të dinte për lëvizjet e armiqve të tij dhe kishte dalur vetë që të mbledh informacione për lëvizjet dhe taktikat e armiqve të tij, pastaj kishte dërguar edhe shokët e vet që të vëzhgojnë terrenin se ku do të ndodh lufta. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte mbajtur të fshehura lëvizjet e tija dhe nuk i kishte treguar se çka do veproj. Nga kjo betejë ne mësojmë edhe për vlerën e diturisë. Kur muslimanët i kapën 70 robë nga ana e mushrikëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa prej tyre u premtoi lirinë nëse u mësojnë 10 muslimanëve shkrimin dhe leximin. Këtu vjet më pa rëndësia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar dijes, shkrimit dhe leximit, po ashtu kur i ka varros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshmorët, shahidët që kanë rënë në Bedër, i ka pyetur shokët e tij se cili prej atyre shahidëve ka ditur më shumë Kur'an, dhe i kanë thonë për shembull se ky ka ditur më shumë Kur'an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij ka dhënë përparësi edhe gjatë vorimit të shahidëve, i ka dhënë përparësi dijes dhe diturisë. Nga kjo kuptojmë se sa pozitë të lartë ka dija dhe mësimi në Islam. Mësimi tjetër është edukata e sahabëve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo vërejt në pyetjen e Habab ibn Mundhirit, i cili nuk i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se e ki keq ose e ki gabim, por e pyeti me edukat. A të ka urdhëruar Allahu që ne të pozicionohemi këtu, apo e ke prej përvojës dhe taktikës ushtarake? Kur i tha se e kam prej taktikës dhe përvojës ushtarake, tha atëherë Habab ibn Mundhiri e dha propozimin e vet. Kjo dëshmon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çështjet e dunjas, në çështjet e kësaj bote ka pranuar propozime dhe është konsultuar me shokët e tij. Sot me bë më konsultu me dikon, ndoshta që personalisht me pyet dikon për ndonjë sugjerim, do të del dhe do të thotë njerëzve,
thot ky nuk din asgjë, thot më pyet mua se çka të veproj. Thot me bë me vet dikan, me kërkuar ndonjë këshill, ndonjë sugjerim, pas 5 minutave do del me i thon njerëzve, ky hoxha është glup, nuk di, thot mund vet se çka duhet me vepru. Mirë po në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është konsultuar me shokët e tij. Dhe Habab ibn Mundhiri nuk tha se pejgamberi mëson prej meje, por tha se unë ja propozimin tëm dhe pejgamberi e pranoi propozimin e tij. Dhe kjo është dallimi i madh që ne e kemi me sahabët, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre. Pastaj nga Bedri mësojmë se fitoren do ta korr ai grup i cili është me të ndihma e Allahut. Ai grup që ka ndihmën e Allahut do të korr fitore. Mushrikët edhe pse ishin 1000 në numër, muslimanët ishin 300 e disa, por prap muslimanët fituan. Pasi Allahu ka thënë në Kur'an, kem min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan illa bi idhnillah. Do të sa grupe të vogla i kanë fituar grupet e mëdha, përveç se me ndihmën dhe lejen e Allahut. Sa i përket betejës së Uhudit, kjo betejë ka ndodhur si pasojë e humbjes së mushrikëve në betejën e Bedrit. Shkaku kryesor i mushrikëve ka qenë që të hakmiren për humbjen disfatën që kishin pësuar në betejën e Bedrit. Kështu janë përgatitur me 3000 luftëtarë që të shkojnë dhe të sulmojnë muslimanët në Medinë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merr vesh për këtë gjë, i fton muslimanët, sahabët që t'i bashkangjitën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fillimisht i bashkangjitën 1000 vet, 1000 ushtar, pastaj largohen 300, të cilët kanë qenë në grupin e munafikëve, në grupin e hipokritëve, në krye me Abdullah ibn Seluli, i cili ka qenë koka e munafikëve në atë kohë. Kanë dalur muslimanët në Uhud dhe pozicionohen para kodrës së Uhudit, duke e lënë kodrën mbrapa, që të mos pësojnë ndonjë sulm pas shpine. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka caktuar edhe një grup që quhen grupi i shigjetarëve, që të pozicionohen në një kodrin që është afër Uhudit, dhe në atë kodrin të pozicionohen dhe të mos e lëshojnë pozitën derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'u jep një urdhër të ditë. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'i thotë rrini aty, ata duhet që të qëndrojnë në atë vend. Ka fillu lufta dhe muslimanët e kanë pas e përsi ndaj mushrikëve. Dhe muslimanët fillimisht e kanë fituar luftën. Kur kjo është vrejt, grupi i shigjetarëve, apo ata që quhen Gjebalur Rumat, në kodrinën e shigjetarëve, e shlojnë pozitën dhe vërsulën për të marrë diçka nga plaçka e luftës. Halid ibn Velidi, i cili në atë kohë ende ka qenë në anën e mushrikëve, edhe nuk ishte bërë ende musliman, e shfrytëzon këtë mundësi dhe i sulmon muslimanët nga mbrapa. Muslimanët e humbin betejën e Uhudit. Shkaku që këta shigjetar nuk e kishin dëgjuar urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Halid ibn Velidi i sulmon nga mbrapa, rjedha e luftës ndryshon dhe muslimanët pësojnë disfat. Japin dikun 70 dëshmor bin në këtë luftë. Vritet edhe Hamza radiallahu anhu, axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjakoset dhe plagoset. Në fund muslimanët u detyruan të vazhdojnë për në qytetin e tyre për në Medinë dhe mushrikët u larguan, shkuan drejt Mekkës. Muslimanët u kthyen me humbje, ani pse para një viti kishin fituar në Bedër. Dhe secili e pyeste njëri tjetrin se pse na ndodhi kjo, apo si e ke mundur që pejgamberi është me neve dhe ne humbëm. Dhe Allahu këtë ka treguar në Kur'an dhe ka thënë hadha min indi anfusikum, dhe kjo është prej punëve tuaja, kjo është prej vetës tuaj. Mësimet që mund të nxjerrim prej betejës së Uhudit janë: e para, duhet të respektohet vendimi i Allahut dhe vendimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj duhet të ndëgjohet komanda. Urdhri të parit, urdhri i atij i cili është prijës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha sahabëve, shigjetarëve, mos e lëshoni pozicionin, ata e lëshun dhe në fund pësun disfat. Urdhri i parit duhet të respektohet dhe të zbatohet. Pastaj nga kjo mësojmë edhe edukatën e sahabëve, që kishin me njëri tjetrin. Ani pse shigjetarët që ishin në kodër e lëshun pozicionin, ata nuk e fajsun njëri tjetrin se ti ke fajet apo ai tjetri ka fajet, dhe secili ka kërku fajin te vetja e vet.
Edhe sot e kësaj dite nuk dihen emrat e atyre shigjetarëve që nuk e kishin dëgjuar urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo për arsye se ata jetonin për Allahun. Ata jetonin për Allahun dhe nuk mirëshin me njëri tjetrin. Fatkeqësisht sot na ne jetojmë për ta penguar njëri tjetrin, mirëmi me njëri tjetrin dhe nuk jetojmë normal, sikurse që e ka kërku Allahu xhalla shanuhu. Kjo humbje, kjo disfat ka ndodhur edhe për të dhënë muslimanëve disa leksione se duhet të kapen pas realitetit. Se nesër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do të jetë në mesin e tyre. E duhet me punu me mend dhe me vigjilencë, e jo me mbështet vetëm në ndihmën e Allahut dhe në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Historinë ne duhet ta lexojmë, ta mësojmë, ta studiojmë, ta analizojmë, të marrim mësime me vetmin qëllim që të mos na përsëriten gabimet e njëjta. Njeri i mençur është ai i cili mëson nga gabimet e veta, por njeri më i mençur është ai i cili mëson nga gabimet e tjerëve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'minu min juhrin marratayn. Nuk kafshohet besimtari nga e njëjta vrim dy herë. Besimtari nuk kafshohet nga e njëjta vrim dy herë. Pra mësimi më i madh i këtij dersi është ky hadith, se besimtari nuk kafshohet nga e njëjta vrim dy herë, pra besimtari nuk e bën gabimin e njëjtë dy herë. Nëse kemi rrëshqit një herë, duhet kemi kujdes dhe duhet mos posojmë përzditi dhe duhet me mbledh mend që mos me gabu. Thuhet se historia përsëritet. Kur e dim se çka na nuk e dim se çka na pret në të ardhmen. Prandaj mësojmë nga e kaluara që e ardhmja na gjejë më vigjilent dhe më të kujdesshëm. Allah ju shpërbleft për vëmendjen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.